Nuk ka këshilltar më të sinqert se e vërteta. Le të thellohemi në konotacionin e kësaj thënie në dritën e Kuranit. Këshillimi ose udhëzimi i sinqert përfshin aktin e këshillimit të dikujt me qëllime të pastra, duke kërkuar përmirësimin dhe mirëqenien e tij. Imam Aliu thekson se forma më e sinqertë e këshillës vjen nga vetë e vërteta. Kjo nënkupton se e vërteta është burimi përfundimtar i udhëzimit dhe urtësisë, dhe çdo këshill që përputhet me të vërtetën është më e sinqerta dhe më e dobishme. Kurani e mbështet këtë koncept se e vërteta është këshilltari i fundit. Allahu në surën Enam, ajeti 57, thot: "Thuaj, vërtet, unë jam me argument të qartë nga Zoti im, e ju e mohoni atë. Unë nuk kam atë për të cilën po nxitoni. Gjykimi i takon vetëm Allahut. Ai e shpalli të vërtetën dhe ai është gjykatësi më i mirë." Ky ajet thekson se e vërteta vjen nga vetë Allahu. Është një atribut hyjnor dhe një pasqyrim i urtësisë së tij të pafund. Prandaj, kërkimi i udhëzimit nga e vërteta është forma më e sinqertë dhe më e besueshme e këshillës. Për më tepër, Kurani thekson rëndësinë e respektimit të së vërtetës në aspekte të ndryshme të jetës. Në surën Nisa, ajeti 135, Allahu thot: "O ju që besuat, bëhuni përkrahas të drejtësisë si dëshmitar për Zotin, edhe nëse ajo është kundër vetes tuaj ose ndaj prindërve dhe të afërmve tuaj, qoftë i pasur apo i varfër. Zoti është më i denj për ata të dy. Prandaj mos ndiqni prirjen e t'i shmangeni drejtësisë, e nëse ja kthen shpinën ose largohesh, atëherë Allahu është i gjithëdijshëm për atë që punoni." Ky ajet thekson rëndësinë e respektimit të së vërtetës, edhe nëse bie ndesh me interesat ose marrëdhëniet tona personale. Ai thekson nevojën për t'i dhënë përparësi drejtësisë dhe të vërtetës mbi gjithçka tjetër. Duke vepruar kështu, ne e lidhim veten me këshilltarin përfundimtar, vetë të vërtetën. Kjo thënie e Imam Aliut ka implikime të thella për jetën tonë të përditshme. Na kujton të kërkojmë udhëzime nga e vërteta, pasi ajo është burimi më i sinqertë dhe më i besueshëm i këshillave. Kur përballemi me ndonjë dilemë, ne duhet i drejtohemi Kuranit dhe mësimeve të profetit Muhammed për të gjetur të vërtetën dhe për t'i përafruar veprimet tona në përputhje me rrethanat. Duke ndjekur rrugën e së vërtetës, sigurohemi që këshillat dhe qëllimet tona për të tjerët të jenë të sinqerta dhe të dobishme. Na ndihmon t'i shmangim paragjykimet personale, motivet egoiste dhe opinionet mashtruese. Në vend të kësaj, ne bëhemi fener të së vërtetës, duke i udhëhequr të tjerët drejt asaj që është e drejtë dhe e saktë. Për më tepër, thënia e Imam Aliut na përkujton diturinë dhe urtësinë e tij të jashtëzakonshme, si porta e diturisë dhe pasardhësi i drejtë i profetit Muhammed. Imam Aliu posedonte një uri të pashoqe për të vërtetën. Fjalët dhe mësimet e tij vazhdojnë t'i udhëheqin dhe frymëzojnë myslimanët edhe sot e kësaj dite. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se e vërteta është këshilluesi më i sinqertë. Ajo na nxit të kërkojmë udhëzimin nga e vërteta, pasi ajo është një atribut hyjnor dhe burim përfundimtar i urtësisë. Duke e rreshtuar veten me të vërtetën, ne bëhemi këshilltar të sinqertë për të tjerët dhe sigurojmë që veprimet tona të jenë në përputhje me mësimet e Islamit. Allahu na dhënë të aftësinë për të kërkuar dhe ndjekur të vërtetën në të gjitha aspektet e jetës sonë.